Lulzim, kemi fol bashkë të se çfarë po ndodh. Se s'ka një përgjigje. Përshëndetje Spartak, julloj për emisionin, gjithmonë të mira Apaçit. Nuk e di Spartak se çfarë po më çefin këto. Këto po e vënën çështjen, andofta është punë racizmi kjo, a se çfarë është, këto po e vënën çështjen shumë. Po pse racizëm? Nuk e di, ka që jena njerëz edhe pa arsime dhe thënë, atë se komunitetë romjan s'marrin vesh, nuk e di se çfarë po më çefin, çim po mbrojnë. Po mirë, u premtu se do bëhesh drejtësi. U premtuan shumë gjëra, thanë shumë gjëra në fillim, që do bëhet drejtësi, do bëhet kjo, do bëhet edhe erdhi. Asgjë s'u bë. Konkretisht asgjë, ne s'dimë një lloj përgjigje. Çfarë është bë? Ky djalë hyri në burg për një palaklete dhe për një tapet, këto që i morën jetën nuk po vjen para drejtësisë. A mund ta rikthejmë edhe një herë problemin publik? Për çfarë u arrestu Jani? Për ata ndoshta që e kanë harruar këtë. Jani Rustemi u arrestua për vjedhje për një tapet dhe i palaklete. Po. Kupton? U arrestua. Mas disa ditëve djali shkoi në gjyqje, nxorën gjykat me komt e veta, shnoshe mirë. Mas 2 ditëve mas gjykatës djali shkoi në gjendje kome. Shkoi në spital. Në spital në gjendje kome. Po mirë, keni marrë përgjigje sot e kësaj dite, mbas gjykatës duhet të shkonte në institucionet e paraburgimit. Nuk duhet të rrinte te bloku i sigurisë policisë. Thoshin që nuk ka vende, nuk e pranojnë. Ke 302-shi, s'po e pranojnë. Kupton? Nuk e pranojnë se s'kishte vende, a nuk e di se si. Edhe e rikthyn prapë, që nuk kanë drejt me rikthy. Po juve ju njoftun atë kohë që s'po e pranojnë Djali më mori telefon, më tha mami sill pasaportin se nuk më regjistrohen. Mas 2 ditëve pastaj vetëm kur marr vesh që unë në koma. Po mirë, kur folët ishte mirë me shëndet? Mirë, zërin e kishte birbil. Të u ankua për ndonjë problem? Jo, fare, jo, po t'ishte kështu. Fjala e djalit ishte kjo, mami më sill pasaportën. Pasaportën, se nuk më regjistrojnë pa pasaport. Po mirë, sot e kësaj dite keni mësuar çfarë i kanë injektuar djalit. Keni dëgjuar ndonjë gjë? Jo, asgjë. Është fol për metadon. Po pse? Është don metadon sikur ka qenë përdorues heroine. Neve shofim me kena një gjuhë se kena bredhën unë personalisht kam bredhën në Europë. Unë e di metadoni i pët një personit që është i varur nga lëndet narkotike, nga heroina që i bën me agu, me gjytbëra, me ato. Ai si përdor te këto. Një personit që i pin hashash.